Imagjinoni të martoheni, të investoni në prona dhe pas disa vitesh të kuptoni që ligji ndan ndryshe nga që kishit menduar ju këto pasuri të vendosura. Sot do të flas për kontratat paramartesore. Në fakt, ato nuk janë asgjë tjetër përveç një marrëveshje, e cila është ligjore, bëhet përpara martesës mes dy partnerëve. Ajo do të përcaktojë se si do të ndahen dhe se si do të menaxhohen pasuritë dhe financat gjatë martesës suaj. Lejohet nga legjislacioni shqiptar dhe konkretisht nga Kodi i Familjes së Republikës së Shqipërisë dhe bëhet në zyrë notariale. Çifti mund të vendosë që pasuritë e secilit të mbeten të ndara. Ata do të vendosin nëse të ardhurat e tyre duhet të menaxhohen veçmas apo do të jenë të përbashkëta. Do të krijojnë një regjim të përbashkët vetëm për disa pasuri apo për të gjitha bashkë. Janë ata që vendosin se si do të menaxhojnë pasuritë e tyre. Por pse bëhet kjo kontratë? Arsyet kryesore janë transparenca financiare në çift, mbrojtja e pasurisë personale, shmangja e konflikteve në të ardhmen apo qartësinë e investimeve në prona. Sigurisht që këto kontrata janë bërë si një rregullator dhe për të mos krijuar konflikte në marrëdhënien e çift. Por përveç se kontratave paramartesore, ekzistojnë dhe kontratat pasmartesore. Sigurisht janë kontrata të cilat do të zhvillohen pasi ju keni kryer aktin e martesës. Kjo kontratë quhet pasmartesore dhe përdoret në rastet kur duhet të vendosni ndarjen e detyrimeve financiare, rregullimin e pasurive të cilat janë të krijuara gjatë martesës apo përcaktimin e mënyrës së menaxhimit të buxhetit familjar. Çfarë mund të përcaktojë një çift në këtë kontrata? Ata mund të përcaktojnë se kush do t'i paguajë shpenzimet familjare, si do të ndahen investimet, si do të administrohen pronat dhe si do të trajtohen të ardhurat e tyre individuale. Të vendosura këto nëse kanë interes për një pjesë të pronave në mënyrë të përbashkët dhe për pjesën tjetër secili më vete. Një fakt që nuk e din shumë njerëz është se nuk bëhet një marrëveshje e tillë. Ligji shqiptar zakonisht konsideron pasurinë e krijuar gjatë martesës si të përbashkët. Prandaj shumë çifte zgjedhin të bëjnë një kontratë të tillë për të sqaruar dhe për të rregulluar financat dhe mënyrën se si do të funksionojë martesa e tyre. Ama ki kujdes, në real estate dhe në investime qartësia ligjore është shumë e rëndësishme. Një kontratë e tillë nuk është mungesë besimi. Ajo është thjesht një menaxhim i zgjuar i financave tuaja dhe për të qenë transparent me partnerin. Nëse ke pyetje të tjera rreth kësaj teme, më komentoj.